Mirdita, jam këtu së bashku me Ministre Marrëdhënie Parlamentin, e cila do të mbuloj dhe zëdhënien e qeverisë dhe në mënyrë të përjavshme do bëj me ju një takim informues pa kamera, thjesht për t'ju dhënë të gjitha informacionet e nevojshme për pyetjet që mund keni dhe që natyrisht ju jeni të lirë dhe të lira që ti publikoni ato informacione. Në ndërkohë, e pashtullës ta bënim këtë konferencë për shtyp, sepse janë disa çështje që meritojnë të adresohen dhe që janë të lidhura drejt për drejt me interesin e publikut, besoj, duke filluar nga projekti strategjik i portit të ri tregtar dhe ushtarak të Shqipërisë dhe duke vazhduar me impaktin e luftës kundër regjimit kriminal të Teheranit në çmimin e naftës, por gjëja që vjen menjëherë si rrjedhoi është edhe çmimi i ushqimeve. Kështu që këto dy tema ishin të parashikuara për të diskutuar sot, por në ndërkohë do ta nis nga vendimi i dieshëm i Parlamentit, jo për vendimin në vetvete, por për jehonën tërësisht deformuar që ju dha atij vendimi. Ju me siguri e keni ndjekur vetë të gjithë rrjedhën e ditës, keni ndjekur, besoj, edhe prononcimin tim, që dua ta përsëris, lidhet drejt për drejt me të vërtetën e madhe që kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për t'u marrë në konsiderat. Në ndërkohë që përpjekja për ta lidhur refuzimin me ndonjë arsye tjetër apo për t'i dhënë refuzimin për masën e një fakti që do të bllokojë rrugën e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane apo do të pengojë zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi apo do të pengojë aktivitetin e pavarur të drejtësisë, është një përpjekje e shëmtuar, madje në dëshpërimin e vet ka të gjithë ato ingredient që ka në të përditshmën tonë përpjekja për të bërë çmos që Shqipëria të pengohet dhe që hapat e shpejt me të cilat ne po ecim në procesin e negociatave të frenohen. Nuk ka asgjë të re në këtë, por natyrisht që materiali në këtë rast është i favorshëm për të torëlisur njerëzit dhe për të fryrë daullen e luftës
kundër qeverisë edhe kundër kësaj shumice qeverisë. Dua t'i siguroj të gjithë që nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian. Nuk ka as një diskutim lidhur me vullnetin ton për të vazhduar në rrugën që ne kemi hapur në pavarësimin e drejtësisë dhe në luftën reale kundër korrupsionit, ashtu si kundër nuk ka asnjë dyshim që në këtë rast nuk jemi përballë një çështje korrupsioni, sepse vetë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion. Por jemi përballë një çështje në hetim, e cila mund të hetohet lirisht pa as më të voglën pengesë, dhe e përsëris atë që thash edhe përpara grupit parlamentar, unë i inkurajoj prokurorin që të ndjek dhe të hetoj të gjitha pistat ku mund të mendohet se mund të shfaqet gjatë rrugës ferra e korrupsionit. Deri tani nuk jemi përballë një çështje korrupsioni. Kjo është pak, po është shumë e sigurt. Nga ana tjetër, është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje, nuk është sekret, dhe si kundër besoj e din shumica, por bëjnë sikur se din pakica. Unë në këtë detyrë përfaqësoj Shqipërinë, interesin e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët, dhe një nga normat e pa diskutueshme të këtij përfaqësimi është që t'i shikoj partnerët në sy, të më shikojnë në sy, në të njëjtën lartësi. As unë nuk më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njëri nga lart poshtë. Është shumë e thjeshtë. Dhe dua të them që përtej mënyrës se si janë pikturuar në karikaturat e pazarit politik dhe mediatik, diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive, nuk ka pasur absolutisht asgjë, jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Këto janë gjëra që nuk ndodhin në ato nivele ku bëjnë këto diskutime. Dhe nga ana tjetër, unë besoj që edhe vetë deklaratat e bëra dje nga disa përfaqësi, si dhe nga përfaqësia e Komisionit Evropian, janë shumë të qarta. Janë shumë të qarta. Por varet se si i lexon. Duke pasur parasysh edhe sipërfaqen ku janë shkruar dhe leximin prej saj, edhe thellësinë e marrëdhënieve dhe realitetin e përditshëm të komunikimit në atë marrëdhënie, unë mund t'ju them me plot gojën që leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujën se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndra europiane është një lexim në rastin më të mirë pervers dhe në rastin më të keq i qëllimshëm edhe për të
lënduar këdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë. Është shumë e qartë që kush merret me këto deformime dhe kush i bie kësaj daulleje nuk e dëshiron suksesin e kësaj rruge. Sepse fatkeqësisht e lidh suksesin e kësaj rruge me qeverinë, me mua, me ne. Kjo është për sa i përket pikës parë. Për sa i përket projektit të Porto Romanos, për fatkeq ka ndodhur një koincidencë e pashmangshme që në momentin e fundit kompania që ka kaluar gjitha fazat dhe duhet bënte ofertimin e fundit është tërhequr duke ju referuar situatës krizës dhe natyrisht duke qenë se oferta financiare do t'ishte e lidhur me tavanin që ka vendosur studimi i bërë nga Royal Asconic, kompania më e madhe e botës për ndërtimet e porteve, aeroporteve, infrastrukturës e tjera, dhe me tavanin e vendosur nga kërkesa në procedurën e hapur të organizuar nga qeveria shqiptare, nuk kemi arsye që të shikojmë mbrapa ndonjë gjë tjetër ne vetë personalisht. Nuk kemi të dhëna që kompania është ndodhur nën ndonjë presion. Por, i gjithë procesi është zhvilluar nën presion. Po jo nën presionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç thuhet, pa asnjë argument. Se nuk ka pasur absolutisht jo presion, po s'ka pasur asnjë shqetësim të shprehur as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian, as nga askush. Por ka pasur një presion të vazhdueshëm nga faktorë të tjerë, natyrisht të pa interesuar që ai port të jetë një histori suksesi. Keni parasysh që nga aja, kur disa thonë për çfarë duhet një port i ri, se ne kemi portin ton, atë kënetën në zemër të Durrësit, dhe e lidhnin, se tani se kam dëgjuar më, idenë e portit të ri me shitjen e atë dheut në duart e arabëve, në fakt, e vërteta është që përtej ignorancës, që është gjithmonë faktor në mënyrën si trajtohen çështjet këtu, pavarësisht nga rëndësia madhore që mund të kenë, qysh në kryeterës ka pasur forcat interesuara që të mos ecte përpara projekti i portit të ri. Pse? Për një arsye që cili do që do ta kuptojë, e kupton pa ndonjë mundim të madh. Porti ekzistus nuk ka asnjë kapacitet për të qenë nyja strategjike dhe logjistike e korridorit 8. Nuk ka asnjë kapacitet. Është në të gjitha aspektet, edhe sikur ta marrësh edhe ta zbukurosh, i papërshtatshëm për të qenë nyje logjistike e korridorit 8. Këtë nuk e them unë, këtë e thonë të gjitha analizat e bëra dhe këtë e thonë të gjitha proceset e ndjekura dhe këtë e thot realiteti i thjeshtë që ai port është mes qytetit. Një nyje logjistike portuale në mes qytetit nuk ekziston dhe nuk mund të ekzistojë që këtu. Pa llogaritur kapacitetet e portit ekzistues që janë krejt të pa përshtatshme për të mbajtur gjithë peshën e
korridorit të 8. E dyta, porti i ri, si nyje lidhëse e korridorit 8, është një port që e çon Shqipërinë në një nivel krejt tjetër, po jo vetëm Shqipërinë, po çon shqiptarët në një nivel krejt tjetër. Sepse është një nyje e lidhur edhe me një tjetër nyje strategjike, portin e thatë të Prishtinës. Dhe është i lidhur edhe me një tjetër nyje që është porti i thatë i Shkupit. Porti i thatë i Shkupit planifikohej në projektin e parë në Strug. Qeveria e re e ka parë të arsyeshme ta spostoj në Shkup. Dhe ky spostim mund t'i mjaftoj kujdo që logjikon për të kuptuar që këtu kemi të bëjmë edhe me një përmbajtje të rëndësishme interesash kombëtare strategjike. Tani, nëse ju mendoni që të gjithë mezi po presin që shqiptarët bëhen më të fortë, mund ta mendoni. Por ju siguroj që jo në një, por në një sër vendesh ka forca të cilat nuk e mirëpresin këtë. Dhe kjo nuk ka lidhje me armiqësira të natyrës gjeopolitike vetëm. Ka lidhje edhe me këto. Kjo ka lidhje edhe me interesa tregtare të vendeve. Nëse ju mendoni që porti i ri është një port që ata të cilët i kanë të lidhura interesat me rrugët e trafiqeve mezi po e presin, ju mendoni gabim. Përkundrazi, nuk kanë asnjë arsye ta mirëpresin. Dhe ka dhe një fakt tjetër që e kam shpjeguar edhe më parë. Vetë korridori 8 sot është pjesë e rrjetit evropian të transportit. Jo se themi ne, se ne mund të themi, dhe unë e them që edhe korridori Durrës-Prishtinë është pjesë e rrjetit evropian të transportit, por nuk është në hartën e rrjetit evropian të transportit që gjendet në zyrat e Komisionit Evropian në Bruksel. Që do të thotë që statusi i një korridori të rrjetit evropian të transportit është tjetër nga statusi i një korridori që mund të jetë mes të Europës, por nuk është në atë rrjet. Duke filluar që nga financimi. Korridoret që nuk janë në atë hartë nuk financohen. Mund t'i ndërtosh vetë, siç ne do të ndërtojmë vetë së bashku me qeverinë e Kosovës hekurudhën Durrës-Prishtinë. Dhe kemi folur me kryeministrin në Prishtinë herën e fundit për 2 mundësi financimi të cilat do t'i eksplorojmë së bashku. Por ama s'ka asnjë shans që ne të kemi akses në fondet europiane për aksin Durrës-Prishtinë, sepse nuk është. Tani, ky korridori 8, me të cilin disa bëjnë lodra fjalësh edhe nuk kuptojnë fare se për çfarë flasin, ndërkohë që disa të tjerë as nuk duan t'ia dinë fare sepse dinë se për çfarë bëhet fjalë, është futur në rrjetin evropian të transportit këtu në Tiranë, në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Mbasi unë dhe qeveria ime kemi luftuar jo pak vite për të hequr bllokimin që ishte bërë. Ishte i bllokuar. Tani pse vendet Bashkimit Evropian e kishin bllokuar korridorin e 8?
sipas logjikës ignorantëve që bërtasin në rrugët e pazarit mediatik, këto janë muhabete rrugësh, po jo nuk janë muhabete rrugësh. Këto janë çështje zhvillimi ekonomik, këto janë çështje sigurie, këto janë çështje kapacitetesh konkurruese në një hapësirë ekonomike dhe tregtare që është shumë e vështirë. Ne vim nga një varfëri ekstreme dhe duam të bëjmë pjesë e një shtëpie që praktikisht zotron një pasuri shumë të madhe. Mbas futjes së korridorit të 8 në rrjetin evropian të transporteve, korridori 8 u fut edhe në rrjetin e lëvizjes sigurt të NATO-s. Dhe projekti ynë i portit të kombinuar tregtar dhe ushtarak është në tryezën e NATO-s. Dhe ka kaluar të gjitha nivelet teknike të NATO-s si një domosdoshmëri. Tani si mendoni ju? Mund të bënim ne një bazë ushtarake që të shfrytëzohej nga NATO aty në atë pellgun e portit Durrësit aktualin, nuk mund ta bënim. Mund të ishte porti aktual nyja për cilën po flas, nuk mund të ishte. Tani pikërisht për seriozitetin e madh që ka ky projekt, ne u angazhuam në një qasje tërësisht tjetër, duke marrë kompaninë më të madhe në botë, reputacionit e cilës patjetër që mund ta bëjnë cop tenxheret tona, por nuk vën diskutim askush. Dhe kompania Royal Asconic ka përgatitur të gjithë termat e referencës dhe ka supervizuar të gjithë garën. Gara është organizuar 2 herë. Dhe në 2 herët ka pas interes shumë të madh. Çështja ka qenë herën e parë që kriteret kanë qenë shumë të forta dhe kriteret e forta nuk duan të thonë që s'ka kompani që nuk i plotësojnë, por duan të thonë që nëse nuk i përgatit të gjitha gjërat në kohë dhe si duhet për atë garë, nuk kualifikohesh dot. Dhe herën e parë gara është anulluar. Këtë herë ndodh kjo koincidencë fatkeqe dhe përsëris kompania ka shkruar tërheqjen e saj me argumentin e krizës dhe çmimeve, gjë që praktikisht nëse gjërat nuk kthehen në normalitet e bën shumë të vështirë. Marrin përsipër të ndërtimit të atij porti me ato çmime që janë vendosur aty dhe me atë financim që është vendosur aty. Thash dhe një herë, nuk kemi fare informacionin që ka pas në një komponent tjetër që ka ndikuar në tërheqjen e kompanisë. Por, unë dua ta shfrytëzoj këtë moment, t'ju jap një mesazh të gjithë atyre që e kanë penguar këtë portin dhe që fërkojnë duart se mendojnë që ja dolën. E kanë shumë gabim, sepse thjesht kanë hapur një rrugë tjetër. Një rrugë tjetër që nuk mund ta bllokojnë më dhe nuk do ta ndalin dot më. Dhe në të njëjtën periudhë kohë të parashikuar, ne do të bëjmë hapin që kemi qenë në pamundësi për ta bërë deri tani. Kaq për këtë. Nuk them më shumë, sepse në ndërkohë jemi duke përgatitur hapin tjetër, në momentin kur jemi gati ta hedhim, natyrisht ta bëjmë publik. Por është e sigurt që të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Pika tjetër ka të bëjë me krizën
në javën që vjen, Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet të votojë një rezolut për ta shpallur Republikën Komeiniste të Iranit. Unë me gojë nuk e them dot islamike, sepse ajo Republikë nuk ka asnjë lidhje me Islamin. Sipas asaj që unë di dhe sipas asaj që unë çmoj tek Islami, shtet sponsor të terrorizmit. Dhe bashkë me këtë do të shpallet organizatë terroriste Garda Republikane e Iranit dhe Hezbollahu, që të dyja. Sepse kjo është e vërteta. Natyrisht në këto hapa nuk jemi pionierët, sepse ka pasur më parë edhe partner, aleat, miq që i kanë hedhur, por është koha që ta bëjmë dhe ne këtë gjë. Por nga ana tjetër, fakti është që kriza po shfaqet në të gjithë botën, po shfaqet edhe këtu, si rezultati i rritjes çmimit naftës. Unë kam shprehur që kur kemi bërë mbledhjen e parë të asamblesë së shumicës qeverisë pas zgjedhjeve, që një nga objektivat tona është krijimi i një faktori të ri në tregun e naftës, një faktori shtetëror, një force publike, për të krijuar një kapacitet që të lehtësoj barrën mbi qytetarët, sikundër e lehtësoj konkurenca që ne nxitëm duke bërë ndryshuar komplet qasjen për fluturimet ajrore. Shqipëria kishte aeroportin më të shtrenjtë në Europë, sot ka aeroportin më të suksesshëm të Ballkanit, me një diferencë breslënse nga aeroporti historik i kryeqytetit të rajonit, kur ne ishim jashtë harte fare, Beogradit. Sot nuk është më Beogradi kryeqyteti i aviacionit, sot është Tirana. Dhe kjo është arritje e kësaj qeverie, me gjithë keqardhjen për të gjithë ata që na duan të vdekur. Por sa më shumë të vdekur na duan, aq më shumë ne ngjallemi, gjallërohemi më saktë. Kështu që ne do ta krijojmë faktorin publik, forcën e shtetit do ta fusim dhe në tregun e naftës. Dhe besoj që shumë shpejt do të japim shembullin se si edhe në tregun e naftës gjërat do të ndryshojnë. Ndërkohë që duke vënë në dispozicion kapacitetin e shtetit dhe garancitë e shtetit, do të bëhet shumë më lehtë se sa që kanë sot lojtarët që janë në treg për të pasur marrëveshje me kompanitë që e shpërndajnë naftën, të cilat kenë qëndrueshmëri afatgjatë. Faktikisht sot ne kemi dhe në proces ligjin e rezervave. Më kujtohet që kur unë kam folë për rezervat e naftës në vigjilje të kësaj iniciative përpara vitit 2020, u hodhën shumë tenxhere përpjet, sepse u quajt një përpjekje për nuk e di se çfarë boshësie. Por sot kjo është imperative. Ne në ligjin që është në konsultim publik, mos gabohem, e kemi përcaktuar që rezerva duhet shkoj në 3 muaj, por në ndërkohë kjo nuk mjafton më tani.
nuk mjafton më si mas sigurie, se mund tjetë thjesht një mas e mjaftueshme për momente tilla, por ne na duhet të shkojmë përtej sigurisë, ne duhet të shkojmë tek ajo që qytetarët ndjejnë dhe që ajo që qytetarët meritojnë të kenë. Një treg nafte i cili të jetë më i përballueshëm se sa tregu i sot. Shumë thjesht. Këto ishin pikat që unë doja të ndaja me ju. Tani natyrisht unë nuk e kam thirrur për t'ju bërë një fjalim dhe për t'ju thënë mirupafshim, por duke qenë i bindur që ju të gjithë do respektoni radhën, duke shpresuar që do të përqendroheni në këto tema, unë do t'ju jap fjalën dhe do jap fjalën të parës zonjushës me xhaketë kuqe dhe me pantallona të zeza, sepse është pamja më patriotike që ka salla sot, kështu që fjalën e ke ti. Kush ishte e treta? Po. Ju keni deklaruar më herët burg për ata që nuk paguajnë energjinë elektrike, burg për ata që abuzojnë me hapësirat publike, pra ndërtojnë palërën hapësirat publike, dhe burg për ata që parkojnë dysh, janë ndryshimet e fundit në fakt që janë përgatitur nga ana e qeverisë. Pyetja është pse në rastin e Belinda Ballukut i thatë jo burgut dhe u kujtuat për standardet që referon Bashkimi Evropian pikërisht për këtë praktik burg, dhe pse mbahet ky standard i dyfisht. Personat me imunitet ruhen nga burgu dhe qytetarët shkojnë në burg për vepra të tilla. Qartë. Tani, nëse ju do më gjeni mua një herë, se kjo është se jetojmë në një kohë kur gënjeshtra duke përsëritur shpesh bëhet e vërtetë dhe e vërteta nuk ka më asnjë rëndësi. Unë nuk kam thënë kur burg për ata që nuk paguajnë dritat. Kur. Dhe askush kur në historinë e këtij vendi nuk ka shkuar në burg se s'ka paguar dritat. Unë kam thënë burg për ata që i vjedhin dritat. Janë dy gjëra të ndryshme. Për ata që nuk paguajnë dritat, kam thënë që dritat duhet priten, si shpriten në çdo vend të botës. Dhe kjo ka ndodhur. Po pse më ndërhyn tani? Po ja pra kjo nuk shkon tani. Po mirë pra në rregull. Kjo tani këtu edhe një herë. Tani këtu po mirë në rregull. Tani këtu tani fillon mitingu edhe unë besoj që kur jemi në kushtet që mitingu zhvillohet rregullisht tu poshtë, mund të shkosh atje poshtë i bësh to. Këtu nuk është për të bërë miting. Këtu është dhe përgjigja. Këtu nuk është debati. Po mirë, dakord. Gjëja që ti po më kërkon si gjithmonë është që unë t'jap përgjigjen që do ti. Unë do jap përgjigjen që dua unë, dhe ashtu sikundër unë me shumë qetësi pres që të mbaroj pyetja jote si zakonisht e gjatë dhe me komentet përkatëse, kërkoj fjalën e lirë që ta çoj deri në fund, nëse qimi mua ma jep lejen. Nëse qimi mua nuk ma jep lejen që të çoj fjalën që Atëhere, unë jam shumë i keq. Tjetër, nuk bëj asnjë sum personal. Po pse, emri është shumë personal? Emri nuk është... Jo qimi është tjetër. Tani, do më lësh të flas deri në fund?
Ore, më letë flasë në fund, qarës? Unë do merem me gjithçka që mua më vjen të merem, sepse unë jam po aq i lirë sa që je ti dhe sa që jeni të gjithë ju që të thoni gjën që doni. Edhe një herë tjetër, unë dua fjalën këtu. Edhe një herë tjetër, unë dua fjalën dhe të jesh e sigurt që në fund do kuptosh që ja fut kot. Më lër ta mbaroj. Pastaj janë njerëzit që e gjykojnë dhe jeni të gjithë këtu dhe gjykoheni. Çfarë do të thënë kjo? Si mund t'i kërkohet dikujt të përjavë përgjigjen që do ti? Unë do ja përgjigjen që di unë. Dhe po të them, në Shqipëri nuk ka hyrë kurrë në burg një person pse nuk i ka paguar dritat, nuk ekziston. Sepse në burg nuk shkon për diçka që nuk shkruhet në kodin penal. Nuk ka kodi penal i Republikës Shqipërisë normë ku të thuhet mos pagesa e dritave të çon burg. Nuk ekziston. Nuk ka ndodhur. Kanë hyrë në burg persona që kanë vjedhur dritat. Një gjë është të mbyllësh, të marrësh drita dhe mos paguash, një gjë tjetër është që dritat t'i lidhësh me shtyllën në rrugë, apo që të trukosh sahatin e dritave që të tregoj një tjetër shifër, apo. Kështu që mos insisto në gabim, sepse je gabim. Është një gënjeshtër e përsëritur në pafundësi për propagandë dhe është kthyer në një të vërtetë. Ndërkohë që e vërteta është kjo, nuk ka hyrë askush në burg në Shqipëri për mospagesë. Mospagesat kanë çuar në prerjen e dritave, që nuk priteshin kurrë më parë se këta janë tanët, ata janë tanët, mbaj ata atje. Po jo burg. E para. E dyta, ndërtimi pa leje është në kodin penal i sankcionuar dhe është një vepër penale e cila ndëshkohet sipas shkallëve, por edhe me heqjen e lirisë. Patjetër. Është vepër që është flagrant, është fizikisht e kapshme, e prekshme, e dukshme, nuk është diçka që e thot një televizor apo një televizor tjetër dhe mund t'jetë, mund mos jetë, nuk është diçka që e thon ata që rrinë në për tribuna apo ata që hidhen përpjet në për tenxhere. Dhe mund t'jetë, mund mos jetë. Është diçka që është e faktushme. Hapësira e zënë. Kështu që mos bashkojmë gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Më le të mbaroj, nuk kam mbaruar. Nuk kam mbaruar. Edhe një herë tjetër, nuk kam mbaruar, zonjë, nuk kam mbaruar, më lër të mbaroj, është shumë skandaloze kjo që bën përsëri. Thash se ishe mësuar, dhe prandaj të respektohet ta dhash dhe radhën e para. Po nuk pas ke mësuar asgjë, më vjen shumë keq, po më lër të mbaroj. Më lër më të mbaroj, më ç'është kjo? Duro të mbaroj unë. Çfarë do të thotë kjo ndërpret gjithkohës? Çfarë do të thonë? Kush je ti që ndërpret gjithkohës? Më lër të mbaroj më. Nuk e hartu as për miting as për debat. Dhe prandaj përmenda ato që përmenda. Se kjo është një edukat skandaloze e mënyrës komunikimit kur tjetrit i bën pyetje ti e përgjigje. Ta mbaroj unë. Tani, natyrisht që kështu vjen jeta kur nuk ka drejtësi dhe nuk ka prokurori. Ai televizioni që thua ti është në prokurori për pastrim parash. Është në prokurori me një denoncim të bërë nga organet shtetërore. Lëre. Tashti me që edhe një herë, më lër të mbaroj. Po ç'është kjo, është pa besueshme. Më lër më të mbaroj se janë dhe të tjerët, sepse
ju të tjerët që rini kështu, jeni dakord që ta lëm me kaq konferencën apo doni të bëni pyetje dhe ju? Se ju jeni shumë interesant dhe ju të tjerët. Se unë nuk po jam këtu për të luftuar për veten time, se unë mund ta bëj dhe pa gazetar fare komunikimin dhe mund t'i shpjegoj gjërat. Po kjo sjellje është pikërisht ajo që pengon njerëzit të marrin vesh të vërtetën. Është pikërisht ajo që dhunon njerëzit në emër të tyre me gënjeshtra. Është pikërisht ajo që nuk i lejon njerëzit që të peshojnë të dyja palët. Fole zonjë, po, mbylle të flas unë. Jo ta mbyll unë 20 herë që të flasësh ti. Unë do të bëj me pyetjen tënde, unë do të... Shiko. Juve abuzoni me njerëzit. Juve abuzoni me ata që merrin në përgojë në mënyrën më të ulët. Në emër të lirisë, juve abuzoni me faktet në mënyrën më të shëmtuar, ju jepni njerëzve çdo ditë gënjeshtra dhe e bëni këtë në emër të lirisë dhe askush nuk ju thot plaç. Unë po të them edhe një herë, më lër të mbaroj fjalën. Marrja peng e një bisede me dhunë mund ta bësh. Unë nuk kam se ç'a bëj tjetër. Mund ta bësh. Po kjo është dhunë. Më lër të mbaroj fjalën. Do t'i përgjigjen që do ti, nuk ta jap dot unë, se unë nuk punoj për qimin. Dhe kjo është e sigurt. Dhe me që më përmende televizion, më përmende ti televizioni, nuk ta përmenda unë. Televizioni. Një sekond. Është një sekond edhe një herë. Një sekond edhe një herë tjetër. Unë do përdor çdo gjë që unë më vjen të përdor. Juve jeni në të... Çfarë është kjo mohabet? Televizioni është në prokurori prej disa vitesh për pastrim parash. Një sekond. Unë po komunikoj me njerëzit, më zonjë. Unë po komunikoj me njerëzit. Sepse unë mund të përgjigjem si të dua. Nuk më ndalon dot këtë se s'ma nga ndaluar që u kanë qenë i vogël. Nuk më ndalon dot ti këtë. Unë do përgjigjem si të dua. Dhe dua që ta dinë të gjithë këtë fakt. Televizioni që ti e sjell këtu si argument, ti e solla, nuk e solla unë. Është një subjekt i denoncuar për pastrim parash prej vitesh dhe i denoncuar nga autoritetet shtetërore në prokurorinë e Tiranës. Me fakte, me prova, me të gjitha. Dhe natyrisht që parat në atë televizion pastrohen për të bërë eksaktësisht këtë që bëhet çdo ditë që përmbyten njerëzit me gënjeshtra dhe me pislëk. Tani, patjetër, këtë e vendos prokuroria. Këtë miting që po bën, më vjen shumë keq, po bën gabim shumë të madh. Më ndërpreve, sepse po të jepja përgjigje, më ndërpreve, zonjë, më ndërpreve, sepse, zonjë, më ndërpreve, sepse, dhe natyrisht që po bën heroinën për ata që të kanë sjell këtu, dhe mirë bën. Do bëhesh heroinë e ditës. Boll tani, nuk kam asnjë fjalë për të thënë, u përpoqja shumë gjatë të jap përgjigjen deri në fund. U përgjigj qytetarëve unë i përgjigjem në çdo herë që ata zgjedhin. I përgjigjem çdo ditë, nuk i përgjigjem nëpërmjet televizioneve që pastrojnë parat e grabitura nga qytetarët dhe të cilët gëzojnë imunitetin e dhunuesve. Kështu që 5 minuta pushim.
edhe do fillojmë mas 5 minutash. 5 minuta pushim. Për të sjell këtu gjuhën e Molotovëve. Tani, edhe herë tjetër. Ai televizion është në Prokurorinë e Tiranës prej vitesh me denoncim me dokumenta për pastrim parash. Dhe natyrisht që unë nuk kam dalë më parë asnjëherë ta them këtë gjë hapur, por është koha që mediat të cilat ushqehen nga paraja e pist dhe që me para të pista paguajnë në dorë, ata të cilët rrokanisin kokën e njerëzve me gjithë farë gënjeshtrash, me gjithë farë sharjesh dhe shpifjesh, me gjithë farë nxitjesh dhe akuzash, minimalisht të përgjigjen përpara ligjit për burimet e tyre të financimit. Dhe kur ta kryejnë vettingun e tyre dhe kur ta bëjnë pastrimin e tyre nga denoncimet të cilat nuk kanë qenë politike, se po të kishin qenë politike, do i kishit dëgjuar më përpara. Dhe nuk është i vetmi televizion. Ka dhe një televizion tjetër, që është i denoncuar për evazion fiskal masiv. Dhe të dy këto televizione janë bartësit e të gjithë pjesës dërmuese të gënjeshtrave, të shpifjeve, të sulmeve dhe të nxitjeve ndaj të gjitha rrugëve të gabuara për një demokraci. Kështu që edhe ajo që ndodhi sot është pjesë e gjithë kësaj panorame dhe është pjesë e qëllimit shpallur për të luftuar me çdo mjet qeverinë e zgjedhur demokratikisht dhe për të bërë me çdo mjet pis këto qoftë që punon për këtë qeveri, në këtë qeveri apo që mbështet të qeveri. Për të bërë pis njerëzit që e votojnë, duke i quajtur të gjithë të korruptuar, duke i quajtur të gjithë hajdut, duke i quajtur të gjithë patronazhiste, ku diun se çfarë, megjithëse patronazhistëve ata ju marrin të keqen, ndërkohë që Prokuroria e Tiranës rri dhe nuk e jep ende një përgjigje mirë apo keq për këto dy burime që helmojnë shqiptarët për ditë, njëri me para të pista, tjetri me evazion masiv. Çfarë lirie është kjo? Për cilën liri mund të flasim këtu? Dhe nuk kam asnjë problem të përgjigjem asnjë pyetje siç e keni vënë re, po kjo histori që të marrësh peng një konferencë shtypi me britma dhe me dhunë, është një histori që nuk ka për të përsëritur më këtu. Eksela Sheu, Euronews Albania, Zoti Rama ka dy pyetje lidhur me vendimin e lirshëm të parlamentit. Marrë shkas nga disa deklarata të ambasadave në vendin tonë, si Gjermania, Italia, Malta, Holanda apo delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, a rrezikohet vendimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian pas vendimit të lirshëm të parlamentit? Dhe së dyti, dje në seancë kanë munduar 3 deputet të grupit tuaj parlamentar. Me tyre Elisës Verbali dhe Fatimir Xhapaj. A do të trajtohet mungesa e tyre si një prishje e vendimit të grupit parlamentar dhe a do të ketë sankcione për ta? Unë fola në hyrje për deklaratat që u përmendët. Unë ato i lexoj, besoj unë në mënyrën e duhur, sepse ndryshe nga ju dhe nga ata që i lexojnë ndryshe dhe i komentojnë krejt ndryshe, unë jam në gjendje të përputh deklaratat me komunikimet e drejt për drejta që kam me subjektet që i kanë nxjerrë ato deklarata. Dhe ju thash që kemi pasur patjetër debat lidhur me çështjen dhe debati ka qenë shumë konstruktiv. Deklaratat nuk flasin absolutisht atë që thuhet në komentet që u bëhen atyre, sepse po t'ishte
për të shkuar në atë drejtim, nuk do kishin asnjë merak që të shkonin në atë drejtim. Por deklaratat flasin për domosdoshmërinë që të vazhdohet hetimi, të vazhdohet lufta kundër korrupsionit, etj. Kështu që unë kështu i kuptoj deklaratat dhe shoh asnjë problem dhe siç e thash dhe dje jam 100% i linjëzuar me çfarë shkruhet në deklarat për parimet. Për rastin konkret e kam thënë dhe përsëris. Nuk ka asnjë kusht për të ngritur dorën dhe për të arrestuar një person që nuk akuzohet për korrupsion në radhë parë. Mund të akuzojë edhe për korrupsion dikush dhe pa prova se nuk është parlamenti, e kam shpjeguar, nuk është parlamenti noteri i prokurorisë. Parlamenti ka të drejtën të shikojë nëse përmbushen apo jo kushtet, pa hyrë në meritën e çështjes. Unë nuk kam hyrë në meritën e çështjes dhe nuk hyr në meritën e çështjes. Por nuk ka akuzë për korrupsion. E para, dhe e dyta nuk ka absolutisht nuk përmbushet asnjëra nga kushtet që të merret ajo mas. Kështu që pajtimet mund vazhdojnë edhe kaq, nuk kemi asnjë shqetësim për të. Për sa i përket pastaj çështjes prezencës, votimit etj. Nuk merrem unë me këtë punë, është kryetari i grupit që ka detyrë të dëgjojë dhe të kuptojë arsyet e mungesave. Muhamet Beliu, Topçen, zoti kryeminist pak më herët u shpreh se nuk ka asnjë pengim të rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Nga buron kjo konfidencë e juaja pasi nga kjo sallë në të shkuarën ju kur Shqipëria bënte përpjekje në rrugtimin evropian keni folur për vëndje skeptike të cilat nxirrnin yçkla rrugës për na penguar. Pse kësaj here ai votimi i djeshëm në parlament nuk do të përdoret nga ndonjë vend i caktuar në Bashkimin Evropian për të bërë pengesë në mbylljen e kapitujve që ne kemi hapur me Bashkimin Evropian. Faleminderit. Sepse unë flas mbi bazën e fakteve që kam sot dhe flas mbi bazën e komunikimeve që ne kemi sot. Nuk flas se ç'do të ndodhi në të ardhmen. Unë flas sot. Dhe sot kemi këtë situatë. Kemi një diskutim që ka ndodhur, që nuk e mohoj, por që ka qenë plotësisht konstruktiv, dhe kemi një rrugë në cilën nuk shohim që të ketë dalë dikush dhe të ketë thënë për këtë arsye këtu ne nuk ecim dot më përpara, sepse në ndërkohë çdo gjë që ka të bëjë me këtë proces është punë e përditshme. Domthonë në Bruksel, në Tiranë, mes Brukselit dhe Tiranë punohet për ditë për këtë proces. Deri tani nuk kemi asnjë arsye ta mendojmë këtë. Ky është fakti. Dhe thash, nëse do të ishte përmbajtja e atyre deklaratave e ngjashme me jehonën e deformuar që ju dha, do t'ju thosha që kemi një problem. Por nëse qëllimi i atyre deklaratave do t'ishte ajo që tha jehona, deklaratat do t'a thoshin vetë. Nuk do prisnin që t'ja u përkthenin në qimbellinjtë e medias shqiptare. Greta Bullari, televizioni ABC News. Zoti kryeministër, të mërkurën ju pritet në godinën qeveritare dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Athinë. Cila ishte arsyeja e vizitës së saj dhe nëse mund të ndani diçka nga biseda me të apo diskutime që zhvilluat? Faleminderit. Ambasadori ka ardhur për të bërë një takim njohje, për diskutuar për disa çështje që janë çështje të interesit të lartë amerikan në këtë rajon, që kanë të bëjnë me energjinë, që kanë të bëjnë me bashkëpunimin rajonal, që kanë të bëjnë me qasjen ndaj forcave të treta, aktorëve të tretë, dhe nga ana
tjetër, keni parasysh që ambasadorja e Shtetit Bashkuar në Athinë është një përfaqësuese botërisht e njohur në politikën amerikane, drejt për drejt e rrethit të ngushtë vendimarrës të presidentit të Shtetit Bashkuar. Zoti Rama, ju thoni që nuk ka ndryshim vullneti dhe nga ana e Bashkimit Evropian nuk keni pasur deri tani asnjë sinjal që mund të kenë ata një qasje ndryshe. Por ndërkohë, edhe pse vetëm 2 muaj në fakt kanë kaluar nga ky vit që ka 12 muaj, nuk ka ende sinjale që mund të ketë një konferencë për mbylljen e ndonjërit prej grup kapitujve të hapur dhe kryenegociatorja ka deklaruar në një konferencë përshtyp që 2026 do të jetë viti ku do të mbyllen minimalisht gjysma e kapitujve të hapur. Dhe pyetja tjetër që lidhet po me këtë qasje. Ju keni publikuar një editorial së bashku me Aleksandr Vučić në 28 shkurt në një media gjermane, ku i kërkoni Bashkimit Evropian, ndërkohë që presim që ta antarësohemi me drejtat plota, ndërkohë t'ju ofrojnë vendeve kandidate një mundësi për të qenë pjesë e zonës Schengen dhe pjesë e tregut përbashkët evropian. Kjo nga Partia Demokratike, nga opozita, po shikohet si një ndryshim i kursit të qeverisë shqiptare. Ata kanë kërkuar, një grup deputetësh kanë kërkuar edhe një dëgjes me ju në parlament. A keni ju një koment? A është kjo një ndryshim i qasjes tuaj për Bashkimin Evropian? Faleminderit. Spari nuk ka pasur, se mbyllja e kapitujve është një plan i kalendarizuar. Dhe në këtë plan kalendarizuar nuk ka pas në plan të mbylljen e kapitull as në janar, as në shkurt, as në mars, që t'jemi të qartë. Mbyllja e kapitullit nuk është një proces kaq i thjeshtë dhe ndërkohë ajo që ju keni dëgjuar nga ministria dhe kryenegociatorja është ashtu. Pra, në 2026 parashikohet një numër kapitull që duhet mbyllen, por jo në janar, shkurt dhe mars e para. E dyta, në këtë proces ne punojmë çdo ditë dhe çdo ditë shkëmbejmë me Brukselin. Kështu që natyrisht që e përsëris për 3-ën, 4-ën, 5-ën herë, çështja për cilën folëm më parë është një çështje që ka pasur vëmendje dhe për cilën ka pasur debat me disa. Por nga kjo të thuash që u bllokua rruga e Shqipërisë është një çmenduri. Është diçka komplet e pavërtetë. Për sa i përket pyetjes tjetër që u bët, është për të ardhur keq, po mua s'm vjen keq me thënë drejtën për shoqatën e molotovarëve, që ju e quani Partia Demokratike, sepse ata janë botë tjetër komplet. Nuk kanë lidhje fare me botën e sotme të marrëdhënieve ndërkombëtare, të punës për të antarësuar në Bashkimin Evropian, të debateve të brendshme, të jashtme, etj. Por një gjë është e sigurt që unë kam qenë zëri i parë, jo sot, po ka disa vite, që është ngritur për një qasje ndryshe ndaj antarësimit. Unë nuk kam thënë ndonjëherë dhe as editoriali i mallkuar nga nuk po vë emër atyre që në Kosovë apo në Shqipëri e kanë mallkuar, nuk thot askund dhe nuk prezumon askund dorëheqje nga antarësimi në Bashkimin Evropian, përkundrazi. Por natyrisht që kjo është një temë që kërkon pak thellim për të kuptuar se për çfarë flasim. Dhe në mënyrë të përsëritur, unë kam thënë që Bashkimi Evropian, vendet antarët Bashkimit Evropian dhe sidomos disa nga ato nuk e kanë kapacitetin, nuk e kanë, thjesht nuk e kanë kapacitetin që të përballojnë momentin e fundit. Për të dalë përpara
popujve të tyre dhe për të thënë do marrim dhe një tjetër, dhe një tjetër, dhe një tjetër në familjen tonë, nëse nuk kanë mundësi që këtë gjë të argumentojnë në një mënyrë të pranueshme për disa opinione publike që janë acide ndaj zgjerimit. Dhe ajo që mund të ndodhi është që të gjitha gjërat bëhen gati dhe në momentin e fundit, papritur pa kujtuar, një vend, dy vende, tre vende, dihet se kush janë, kanë qenë gjithmonë me këtë vështirësi, mos e gjejnë këtë kapacitet. Që do thotë që procesi mund të mbetet peng i këtij fakti. Plus, dinamika e Bashkimit Evropian është një dinamik shumë e paparashikueshme për shkak të dinamikave të brendshme politike. 2027 ka zgjedhjen në Francë. Franca është vend kyç. Dhe Franca e ratifikon antarësimin e një vendi të ri antar të Bashkimit Evropian, jo si të tjerët, por me 2/3 e parlamentit, ose me referendum popullor. Si që shifni, nëse ndiqni politikën franceze, për herë të parë, Franca ndodhet në kushtet që nuk bën dot qeveri të shumicës, si ka ndodhur kurrë më parë. Pse? Se ka shumë fragmentuar parlament. Plus që nuk dihet se çfarë qasje do të ketë presidenti apo presidentja në Francë kur zgjidhet. Dhe mjafton kjo për të mos pritur që gjërat të bëhen fakt dhe pastaj të mbetesh, por për të punuar në këtë drejtim. Tani, kur unë flisja në fillim për këtë, askush nuk e përkrahte këtë gjë. Sot që flasim, janë jo pak që e shikojnë me interes këtë qasje. Për sa i përket pastaj dëgjesës së morotovarëve, me që ata kanë filluar të flasin në emër të Berlinit, le të shkojnë të flasin në Berlin për këtë. Dhe le të shkojnë atje dhe të pyesin një herë në Berlin, ore, ja vlen të luftojmë ne për këtë punë apo ta mbyllim gojën se jemi komplet jashtë loje. Edhe le të dëgjojmë çfarë do i thonë në Berlin. Po s'doja thonë këtë. Doja thonë juve, domethënë, po unë e di se çfarë do i thonë. Zote Kryeministër, Blerina Gjoka Birn, për Porto Romanon, a mund të emërtoni shtetet dhe faktorët të cilët kanë bërë presion, që ju pretendoni se kanë bërë presion mbi procesin? Dhe a ishin ata shkaku që ky proces dështoi? Sepse unë e thash 2 herë. Tani çfarë bëj, unë bëj polemikë dhe me ju tani. Jo, nuk po bëj, se kisha se mund ta bëj polemikën, se mund t'ju them që po ju kur flas unë dëgjoni apo prisni radhën që të bëni pyetjen tuaj. Se unë e thash 2 herë që tërheqja e kompanisë është argumentuar me krizën dhe ne nuk kemi asnjë të dhënë që të na jap idenë se këtu mund të ketë pasur ndonjë presion. Unë e thash 2 herë. Por ama është e sigurt që faktor të ndryshëm, për arsye interesash të natyrave të ndryshme dhe i përmenda cilët mund të jenë ta interesa, nuk e mirëpresin ndërtimin e një porti të ri. Kjo është luftë ekonomike, luftë tregtare, po është edhe më shumë se kaq, është dhe luftë e brendshme, interesash që thash ata që zotrojnë kanalet e trafiqeve nuk e mirëpresin në ndërtohet Shqipëri ky port sigurie të lartë. Se një port sigurie i lartë si ai. Pra shkrimi i organizuar që ka bërë presion, se ato që zotrojnë kanalet e trafiqeve, si ta kuptoj? O zonjë. Atëherë, pyetja nuk ishte mbaruar, kisha edhe pjesën tjetër. A mund të shpjegoni publikut se çfarë do ndodh me që ky është një projekt i rëndësisë? Do t'ja shpjegoj kur t'jemi gati. Dhe do jemi gati shumë shpejt, thash, ne po e përgatisin hapin tjetër, por tani nuk mund të shpjegoj diçka që s'është gati, sepse duhet bëhemi gati dhe pastaj duhet të themi, kjo është rruga që do ndërtohet porti i ri dhe pastaj ato rrugë nuk e ndal dot askush. A mund të bëj edhe një pyetje tjetër? Po, patjetër.
me që ishim të deklaratat e ambasadave, si u lexuan, në fakt aty ka një fjali që nuk kërkohet që të mos pengohet puna e SPAK-ut dhe në raportin e fundit që ka dorëzuar SPAK në Kuvendin e Shqipërisë për punën e strukturës gjatë 2025-s, ka një fjali ku thuhet që shprehet shqetësimi i SPAK-ut për ndryshimet e mundshme ligjore që mund të kufizojnë punën e kësaj strukture. A do vijoj mazhoranca me ndryshimet ligjore që keni propozuar, që jeni dhe ju firmëtar, dhe ndoshta edhe ndryshime të reja që mund të konsiderohen si pengesë dhe kufizimi punës organeve të drejtësisë? Nuk kam lexuar këtë raport dhe nuk mund të komentoj diçka që se kam lexuar vetë, por në mirëbesimin tuaj që më dhat një ndjesi të tonit të një fjalie, mendoj që nuk është puna e SPAK-ut të i thot Parlamentit Shqipërisë çfarë do të bëj Parlamenti Shqipërisë. SPAK-ut të shofi punën e vet, ne do shohim punën tonë, ju do shikoni tuajën dhe të gjithë bashkë do bëjmë më të mirën që punët tona të bëhen sa më mirë dhe sa më mirë të bëhen punët tona, aq më mirë do të bëhet edhe Shqipëria. Dhe detyra ime është të mos ndërhyj në punën tuaj, detyra juaj është më lini të flas kur më pyesni. Detyra e SPAK-ut është luftoj korrupsionin, luftoj krimin e organizuar, e ka të gjithë mbështetjen tonë. Detyra jonë pastaj është që të bëjmë detyrën tonë kur vjen puna tek parlamenti, i cili është sovran dhe nuk varet as nga SPAK-u dhe as nga ambasadat dhe nga askush tjetër. Kështu që këto janë gjëra shumë të qarta, nuk kam asnjë problem unë me këto, ndërkohë që ndryshimi për të cilin ju flisni, nuk besoj se ka të bëjë me raportin e SPAK-ut, nuk më ha mendja që ka të bëjë me raportin, sepse raporti është normalisht një raport pune për një periudhë gjatë kohë, nuk besoj se është raport i lidhur me javën e fundit. Ai është një ndryshim i domosdoshëm që do bëhet, siç e kemi thënë, dhe është në proces dhe do votohet, nuk diskutohet fare. Nuk ka shans që të ndodhi më në Shqipëri që të çohet një prokuror me gjykatës pezullojnë funksionet vitale të qeverisë apo të institucioneve tjera të cilat nuk mund ta delegojnë dot. Kupton? Ky është çështja, se këtu nuk pezullohet personi, këtu pezullohet funksioni. Këtë gjë nuk e ka ditur prokurori bashkë me gjykatësin që janë mbyllur bashkë të dy dhe kanë marrë vendim të pezullojnë një ministre, po në fakt kanë pezulluar funksionin. Funksioni sepse nuk e ka askush tjetër autoritetin me ligj që të vazhdojë të udhëheq ministrinë në mungesë ministrit. Është shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë. Për sa i përket ndryshimeve të tjera, patjetër që ne do bëjmë ndryshime të tjera, sepse kemi kodin e ri penal, kemi ndërhyrjet e domosdoshme në kodin e procedurës penale, por të gjitha këto nuk kanë ngut, për gjitha këto ne po punojmë, kemi një material shumë voluminoz edhe me shumë brum për tu diskutuar, që është drafti i përgatitur nga grupi i ekspertëve të pavarur shqiptar me në krye drejtorin e shkollës magjistraturës, është ripunuar dhe është në ripunim sipas informacionit që kam unë mbi bazën e gjitha vërejtjeve që janë bërë, po ndërkohë kemi dhe dy aleat në këtë proces, Ministrinë e Drejtësisë Italisë dhe Ministrinë e Drejtësisë Francës, me një rrjet ekspertësh që këto dy ministri na i kanë vënë në dispozicion dhe me të cilët do të rishikojmë gjithë kodin e ri, do rishikojmë normat e kodit procedurës penale. Për kodin e ri kemi dhe qeverinë holandeze të përfshirë që na ka vënë në dispozicion dy ekspert, kështu që çdo gjë është në kontroll në kuptimin e mirë të fjalës dhe patjetër në respekt plot gjitha standardeve europiane, ndërkombëtare etj. Nuk ka asnjë vullnet, asnjë tendencë, asnjë qëllim, asnjë ëndër për të kthyer mbrapsht gjërat që kanë shkuar përpara. Por detyra për të përmirësuar gjërat është e gjithë.
Oliver Dalmucha nga MSN Televizion. Zoti Kryeministër, ju përmendët pak ngritjen e një faktori publik që mund të përfshihet edhe në sektorin e naftës, duke marrë parasysh situatën që mund krijohet në rajon për shkak të konflikteve ndërkombëtare. A mund të na tregoni disa detaje më shumë për këtë faktor publik? Dhe së dyti, a është ende në tryez projekti për ngritjen e një rafinerie në bashkëpunim me palën azere? Dhe ju lutem për të kuptuar pak në raport me integrimin, u the këtu po për ta qartësuar, mundësia për t'u integruar në mënyrë të pjesshme ose me faza, pra pa veto dhe pa komisioner, do të kërkonte prekjen e trakteve të brendshme të Bashkimit Evropian dhe ndoshta edhe një reformë të brendshme në Union. A mendoni që kjo do ta shtynte procesin për Shqipërinë? Dhe shumë shkurtimisht ish për të qartësuar pak pyetjen që u bë më herët. A mund të ndani me ne cilët janë këto faktorë që folët që mund të ndikojnë në projektin e Porto Romanos? Duke filluar nga fundi, nuk kam nevojë të ndajun me ju asgjë, mjafton juve të lexoni pak edhe të përpiqeni të kuptoni pak natyrën strategjike të atij porti edhe interesat që mund të jenë ndërthurura me të, edhe i nxirrni vetë gjithë faktorët, nuk ka në shkencë, është shumë e thjeshtë. Ju mendoni që gjithë bota me zi po pret të ndërtohet një port i ri që të shërbej si bazë e NATO-s në Shqipëri? Për shembull, në qoftë se e mendoni kështu që s'besoj, atëherë shikoni një botë që s'ekziston. Në qoftë se nuk e mendoni kështu, atëherë numërojini faktorët që nuk e mirëpresin këtë gjë. Edhe për te i kësaj, ju mendoni që të gjithë me zi presin që shqiptarët bëhen më të fortë edhe të bëhen më të zëshëm edhe të bëhen më të respektuar? Ju mendoni që në shumë çka ndodh në raport me ne në aspektin negativ nuk ka lidhje me këtë fakt? Do me thënë bota funksionon sipas atyre librave dhe manualeve të parimeve, normave, standardeve dhe nuk kam brapa asgjë tjetër? Unë mendoj që jo. Unë mendoj që fuqizimi ynë që është real, ngritja jonë që është reale, zëri ynë që është real, nuk i ka lumturuar gjithë dhe nuk e presin gjithë me kënaqësi që shqiptarët të kenë një dominancë në një nyje strategjike të tregtisë edhe të mobilitetit mund mes të Europës. Si mendoni? Mendoni ju që të tjerët dikur kur e synonin Shqipërinë si bazë, si marrëdhënie, si ishin budallej edhe ishin të vendet vogla ato që i nguleshin këtu edhe donin me çdo kusht kishin këtu një këmbë? Të gjitha këto janë reale. I ka historia. Mirë po, kur historia është duke u bërë, ata që janë duke bërë historinë nuk janë të vetëdijshëm për masat e historisë që po bëjnë. Ndërkohë që nesër të gjitha këto që sot po bëhen në Shqipëri do lexohen ndryshe. Edhe nuk do lexoj më njëri artikujt me gënjeshtra edhe nuk do ndjeki më njëri debatet e një përfaqësuese të një medie që s'lë të flasi gjallë në botë kryeministin t'ja i përgjigje. Këto janë gjëra që sot bëjnë lajm, nesër i kujtojnë ata që duan dëshmor të gjallë të luftës me regjimin, pas nesër ikin, vinë tjera. Dërsa këto janë gjërat që mbeten. Për sa i përket asaj që the jo, nuk është e vërtet. Sepse ajo që unë jam përpjekur të bëj dhe që tani ka filluar të ketë më shumë aleat, nuk është diçka definitive. Pra nuk bëhet fjalë për të kaluar, për të ndryshuar traktatet, të hiqet veto, të hiqet votat, jo. Bëhet fjalë për të ndërtuar një proces marrëdhëniesh dypalshe midis shtetit të ri antar edhe Bashkimit Evropian.
me mekanizma që ata i gjenë vetë, se për gjithë mekanizma dhe për të dërtuar procese burokratike janë njëshat dhe unë s'kam as një kapacitet që t'ju mësoj asgjë, por marrëveshje bilaterale ku vendi i ri antar heq dorë vetë për një periudhë kohe që do të duhet për të reformuar mekanizmin e vendimarrjes në Bashkimin Evropian, që gjithmonë e kanë thënë se kanë bërë dot asnjëherë për arsyet që dihen. Dhe keni parasysh një gjë, kjo nuk është diçka që pashur një natë në ëndër edhe fillova të flas. Kjo është diçka që ka qenë aty, ka pasur kohë më parë qasje të cilat janë të lidhura me këtë mënyrë të parit të nesme të Bashkimit Evropian. Ka qenë kohë më parë ideja e krijimit një Europe me disa shpejtësi, e krijimit një Europe me disa kate, po themi, etj, ku një pjesë e vendeve sot faktikisht Schengeni që praktikisht i ka përmbledhur të tërë, ka qenë një mekanizëm që nuk e kishë, për shumë Rumania, Bullgaria, Kroacia ishin në BE, po s'ishin Schengen, për shumë. Ose kur kanë hyrë në BE në fillim Portugalia me Spanjën, nuk kanë pasur të njëjtat të drejta dhe të njëjtin akses në politikën bujqësore të BE-s, e të tjera. Pra BE-ja nuk gjendet e papërgatitur me këtë debat. Është një debat që sot ka marrë më shumë pesh për arsye që kuptohen lehtë, edhe për shkak të Ukrainës, edhe për shkak të rritjes disa forcave në vendet e Bashkimit Evropian që nuk janë shumë, për ta thënë lehtë, nuk janë shumë gatshme të pranojnë zgjerim, për shkak të vështirësive që kanë pas vetë ata në vendimarrje nga vetoja këtu e atje. Kështu ne nuk kemi asnjë arsye që të presim, dhe ndërkohë s'kemi asnjë arsye që të trëmbemi, përkundrazi ne duhet të jemi proaktiv, sepse është shumë e rëndësishme çfarë mendojnë vendet e reja. Jo të gjithë mendojnë si unë në vendet që duan të hyjnë. Ky është fakt, edhe ne bëjmë këtë debat me njëri tjetrin. Disa thonë, po pse ne t'i marrim gjitha. Po, t'i marrësh gjitha, problemi është ja i merr dot ajo. Ndërkohë që ne njerë duhet të hyjmë atje. Pastaj, pse çfarë qameti kemi ne që s'kemi veto për një periudhë, ku do të vëmë veto? Ne do vëmë veto këtu çohet një ambasadë, bën një deklaratë dhe tundet gjithë Shqipëria nga tenxheret që bëjnë sikur u çua Zoti i Madh dhe foli. Do mbajmë veto ne, se do shkojmë atje t'i vëmë veto Gjermanisë, Francës, Italisë. Ka vende, dhe ka shumë vende në Bashkimin Evropian, të cilat janë aty, nuk flas për të mëdhajet, ato vendosin, flas për të voglat që nuk e kanë përdorur kur veto. Dhe nëse kjo e lehtëson pozicionin e atyre që na marrin brenda, ne i themi, okay, nëse ju vlen kjo gjë, pse duhet ne patjetër që në momentin e parë të kemi dhe deputetët tanë në Parlamentin Evropian, apo se i mungojnë Parlamentit Evropian druvarët që duhet ja çojmë ne me shpejtësi. Ne mund të jemi në një fazë parë me përfaqësues të quar nga partitë që rinë në rolin e observatorit, mësojnë atje, hapen zyrat, kuptojnë si funksionon Parlamenti Evropian, e kuptojnë që nuk është pyll, po që është një tjetër loj, e kuptojnë që aty nuk mund të marrësh fjalën për procedurë edhe të mbash peng Parlamentin me orë të tëra, e kuptojnë që aty po nxorë celularin, të vjen dikush nga mbrapa thotë nuk është këtu vendi për nxjerrë celularin, Parlamentin Evropian. Dhe kuptojnë dhe gjëra tjera dhe pastaj vjen momenti, bëjmë edhe ne
me zgjedhje për Parlamentin Evropian dhe kemi dhe ne deputetët tanë. Çfarë këto, çfarë pengese ka këtu, apo u shqetësuan molotovarët se u prish ëndra e madhe e tyre që e marrin zvarr, duke marrë zvarr ca të verbër në rrugë, vetëm për të nxjerrë fotografi si digjen kazanët e Tiranës, dhe se si gjuhet me molotov, edhe se si po bllokohet këtu lufta kundër korrupsionit. Ndërsa përsa i përket rafinerisë, nuk kemi një projekt konkret, kemi pasër pasere interesime, por nuk kemi një projekt edhe për shkak se rafinerit, besoj e dini, janë gjithmonë më pak tërheqëse në kontekstin e proceseve që ka Europa, në kontekstin e proceseve që kemi ne dhe për momentin nuk kemi në një gjë që t'ju them që po është konkrete. Sepse ka dhe gjë tjetër që keni parasysh që ne kemi një avantazh shumë të madh për faktin që jemi një vend me energji të pastër 100%. Futja e një komponenti si rafineria e ndryshon atë përmbajtjen e portofolit tonë energjetik. Edhe kjo ka të mirë dhe veta, përsa i përket impaktit e rafinerisë, por ka dhe të këqijat e veta, se pastaj futesh në listën e ndotësve, dhe ndotësit paguhen më shumë me çfarë është bërë gati në Bashkimin Evropian. Përsa i përket atij faktorit publik që thash, nuk kam çfarë të them në gjë më shumë, sepse është diçka që po e bëjmë gati, thjesht do të ndërtojmë një strukturë, besojmë që e kemi një strukturë që mbi cilën mund të futet dhe ky komponent, që të marri fuqinë dhe mandatin zyrtar për të bërë garantusin e sasive të naftës që i duhen tregut që të balancohet. Besojmë. Dhe kjo është një praktikë që e kanë shumë vende, nuk është diçka që do e shpikim ne. Nuk është konferenca vitit ri, kështu që nëse ka ndonjë gjë që nuk u tha, bujrum, po mos përsërisim pyetjet. Bekim Bicin nga Ora News. Zoti Rama, prej disa ditësh sistemi i Parlamentit të Shqipërisë është jashtë funksionit, kjo për shkak të një sulmi kibernetik, po ashtu nga Irani, për cilët thatë ju që do të ndërmerr një rezolut ndaj këtij shteti. A ka qeveria një plan për mbrojtjen kibernetike, pasi duket që mbrojtja kibernetike aktuale, të paktën referuar mbrojtjes nga sulmet nga Irani, duket se po dështon? Kush e thotë, apo? Sulmet e njëpasnjëshme. Ashtu. Tani, ne kemi një kapacitet mbrojtës kibernetik që është nga më të mirë në Europë. Dhe këtë nuk e them unë, po për këtë ne ftohemi edhe respektohemi në mjediset europiane dhe të NATO-s që merren me këtë pjesë. Por problemi ynë është që nuk kemi përfshirë ende të gjithë sistemin brenda rrjetit mbrojtjes. Dhe faktikisht Parlamenti nuk e ka përfshirë në sistemin ton të mbrojtjes kibernetike pjesën e vet. Tani mos më pyesni për arsyet e për këto e për ato, se janë sa banale, aq edhe të panevojshme për të bisedë. Por ama e vërteta është që në ndërkohë nuk ka probleme me kriticitetin e zonave ku ata mund të sulmojnë. Dhe keni parasysh një gjë. Ne sulmohemi nga Irani për ditë. Nuk sulmohemi një herë. Për ditë, nuk kanë ndalur asnjëherë sulmet. Dhe këto janë të dhëna sensitive, po të shikoni se
se në sistemet e mbrojtjes kibernetike ka lexim dhe gjurmë të çdo sulmi. Dhe po të shikoni bilancin e sulmeve që i bëhen Shqipërisë çdo ditë dhe çdo vendi, po Shqipërisë posaçërisht sepse ne kemi Iranin kuriz, është jashtëzakonshëm. Por nuk kam pas asnjëherë sukses në pjesën e infrastrukturës kritike. Institucionet e tjera që nuk janë në këtë sistem do të futen hap pas hapi, mos harroni që kërkon edhe financim. Dhe sektori privat duhet bëhet gjithmonë më i ndjeshëm dhe duhet të hyjë në sistem. Bankat janë bërë pjesë, sepse e kanë kuptuar sensitivitetin, ndërkohë që të tjerë duhet ta bëjnë, sepse jo për shkak të ndonjë arsye tjetër, por për shkak të një sistemi të tërë kriminal, gjobash që vendosen nga hakerat dhe i vjen gjoba gjithë dynjas, të bllokojnë komplet të dhënat dhe thonë paguaj kaq që të lirojmë. Kështu që po nuk kemi probleme ata ne nuk na bëjnë dot asnjë dëm të madh, siç mund na kishin bërë në momentin kur na kapën, ende jo plotësisht përgatitur për të mbrojtur. Mbrojtja jonë kibernetike është spektakolare. Këtë mund ta them me plot gojë. Kemi aleatët më të mëdhenj dhe më të ditur për këtë punë, edhe kemi një sistem nga sistemet më të avancuara të mbrojtjes. Ju falenderoj shumë për këtë komunikim dhe ndjes për kolegen tuaj. Faleminderit.